Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s, Hysni Guxati, ka komentuar hyrjen e procesit gjyqësor në Hag ndaj ish-krejve të UÇK-s në fazën e fjalës përfundimtare, duke shprehur pritjen që sipas tij vendimi të jetë lirues dhe duke kritikuar ashpër aktakuzën, prokurorinë dhe funksionimin e gjykatës, raporton Ekonomia Online. Radio është të vërtetë që tonë me të nonin ndokur me non të shkurt. Sa tonë fillon fjala përfundimtare edhe e prokurorisë, edhe advokatit e viktima, gjithmonë thojza se viktima ato asnjë s'kan qenë viktim, po ashtu është bërë një akt akuzë rreshme e falsifikuar nga Serbia, Rusia dhe nga disa shqiptarë, të cilët trupin Kosovë dhe kokën Serbia ende mendojnë që Kosova duhet të kthejë Serbisë, ata shqiptar kanë gabuar shumë që kanë dëshmuar me kosi dëshmon në realitetin, s'ka ku gjë keqe. Po më shku me dëshmu me rajt, jo Vici, jo Lupa, jo Moli, jo çka s'kum dëgju, na vetë edhe ju keni dëgju, keni përcjell. Unë pres që në fund të më ka me si mojt, apo fundi mojt, që ka dikun drejtësi të lirohen ata njerëz. Ne fatbashkësi që i patëm dëshmitar të mbrojtjes, e kam fjallën të mbrojtjes tonë shumë të mirë, kënë ndërkombëtar gjithë tregun për ushtrinë qendrore të Kosovës, gjithë tregun për figurën e presidentit edhe Bacit Jakub edhe të Kadri Vesilit edhe Regjip Selimit kur kanë qenë ata në luftë. Do të thotë le që kanë qenë luftë për vendin e vet, po në poçë kanë bërë, kanë shpallë pavarësinë. Shpresoj se do të lirohen ata. Unë e dim çka kërkon prokuroria. Padyshim prokuroria ka më kërku. Për mi dënu, ne e dim edhe advokati e tyre viktima, çka kërkon ato e dim, për këtyre dyve presim kur, po ne presim gjithmonë për gjyqtarëve. Do dhor Zoti që gjyqtarët mos vinë prej prokurorëve edhe e matrapazve njerëzve, të marrin vendim të drejtë, një vendim pozitiv të qyra honën pozitive të ushtrinë qendrore të Kosovës. E shpresoj që ata në maj vinë ta festojmë ditën e tyre ku të lirohen ata. Mas po inshallah vinë familjen e tyre, tani vinë në rrethin e shoqërisë dhe të Kosovës. Po çka do psia mos e kjo gjykat i ka gjitha drejtat e njerit, edhe gjitha të drejtat të prokurorëve. Unë lexova mbi 35 orë, nëse s'ka bëj kë. Gjerimet e tyre dhe përgjime që kam për 4 vjet rresht mbi 35 orë kë. Ka shkel çdo procedurë, çdo rregull burri të shkel, çdo anë, edhe shtëpiak burgut, edhe vetë gjykatës. Ka bëj unë kisha vizit para 4 muajve, 3, kam pa 2 kamera në hymjet e dhomës, prikjes ato ku e dhomë. 2 kamera, gardionit e dera, përkysit e dera, do thotë vëzhgim çdo lëvizje jam apo e tyni që u përshëndet shumë dorë me dy, ata të përcjellë dorën, se mos diçka kështu. Kanë bërë çdo shkelje. Po unë besoj se gjithë ato bëjnë këtu poshtë, se presidenti edhe të tjerët janë në atë nivelin ashtu me fol diçka me mua, me dikon tjetër me thon, ja, bën ashtu ja shkoj. Unë nuk e di që kam bën pengesë drejtësi dikon ata. Nuk e di, s'kam dëgju. As për dëshmitar që janë ku dëshmitar, dikon Kosovë këtu, po as ata. Kështu që kjo po mundohet me arsyet për 5 vjet. Me sa logjika po na çon, po mundohet me arsyet për 5 vjet të gjyqi ka mojt burg presidentin dhe të tjerët. Që kena nxjerrë çka pe këtyne, që unë besoj se do të dështon kjo, do dështon. Mu vjen me keqare thon, në Evropë më ndodh kjo gjykat, ka çe poshtër. Një gjykatë e cila se meriton gjithë mund mi poshtë drejtësisë ka ato fare. Unë gjithmonë flas për gjykatin, jo për burgun, se ato vendime merren për gjykatës. Gardianët e stafet as kanë pa. Fai ka gjykata që merr vendimet të njanshme edhe për tani unë çfarë pas kanë çfarë pa zbatu. Po gjykata shumë aq është e poshtër që unë nuk di ka diku në Evropë, vetë gjykata në Nürnberget, që kam lexuar po ta kanë pa, tani kjo gjykatë është ta çon mundin gjykatën në Nürnberget. Nga e hëna me 9 të shkurtë gjykimi në Hag ndaj ish-krejve të UÇK-s ka hyrë në fazën e fjalës përfundimtare të palëve, ku secila do të paraqesë argumentet e saj. Nga 9 deri me 18 të shkurtë pritet të mbahen seancat me prokurorinë, trupin gjykues dhe mbrojtjen, ndërsa në fund do të mbajnë fjalimet e tyre 4 të akuzuarit: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi.